Partia opozitare maqedonase LSDM sot ka dorëzuar kallëzim penal kundër ministrit të shëndetësisë Sasho Klekovskit, drejtoreshës së Institutit për Shëndet Publik Marija Andonovskës, drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor Kirill Lazarovit, si dhe drejtorit të Qendrës për Shëndetin Publik në Tetove Shpend Ahmeti. Ata akuzohen nga LSDM-ja për mosveprim dhe vonesë në ndërmarrjen e masave pas ndotjes së ujit në Gostivar, situatë që sipas opozitës çojnë në një krizë serioze shëndetësore. Nga LSDM-ja thonë se për më shumë se një muaj nuk ka pasur përgjegjësi institucionale për rastin, ndërsa kërkojnë që përgjegjësia të mos mbetet vetëm në nivel lokal. Ekzistojnë dyshime të bazuara se gjatë periudhës nga qershori i vitit 2026 e deri më sot, në cilësinë e personave zyrtar apo përgjegjës në institucionet që drejtojnë, nuk kanë ndërmarrë veprimet dhe masat e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe parandalimin e pasojave nga ndotja e ujit në Gostivar. Ata nuk kanë respektuar rregulloret për mbrojtjen e njerëzve dhe mjedisit. Sipas opozitës, rreth 5.000 qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ndërsa institucionet kanë reaguar me vonesë ndaj shqetësimeve shëndetësore dhe ndotjes së ujit. Nga LSDM-ja pretendojnë se qytetarët për 22 ditë kanë konsumuar ujë të ndotur dhe se edhe pse çdo ditë rreth 200 persona paraqiteshin me probleme shëndetësore, për 5 ditë nuk ishte ndërmarrë asnjë veprim për të përcaktuar shkakun. Site ovje nepostapuvanja dovedova do seriozni. Informacionet për gjendjen e ujit u fshehën qytetarëve dhe asnjëherë nuk u publikua analiza apo raporti përkatës. Të gjitha këto mosveprime çuan në pasoje serioze dhe të rënda për shëndetin e qytetarëve të Gostivarit. Me këto veprime dhe mosveprime, të kallëzuarit dyshojnë se kanë kryer disa vepra penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare. Nuk ka skandal më të madh e as papërgjegjshmëri më të madhe se sa të luash në këtë mënyrë me jetën e qytetarëve. LSDM-ja kërkon nga Prokuroria Publike të hetojë të gjitha pretendimet e përfshira në kallëzimin penal dhe të përcaktojë përgjegjësinë e institucioneve dhe personave të përfshirë. Nga partia opozitare thonë se rasti nuk duhet të mbetet pa epilog dhe se përgjegjësia sipas tyre duhet të jetë edhe politike edhe penale. Kujtojmë se gjithçka nisi në Gostivar me paraqitjen e një numri të madh qytetarësh me simptoma të helmimit pas konsumimit të ujit të ndotur. Situata u përshkallëzua kur mijëra qytetarë kërkuan ndihmë mjekësore dhe në qytet u shpall epidemi. Rasti nxiti reagime të shumta dhe akuza për reagim të vonuar të institucioneve, ndërsa tani çështja ka marrë edhe epilog juridik me kallëzime penale ndaj disa zyrtarëve. Hetimi pritet të tregojë se kush mban përgjegjësi për krizën shëndetësore që tronditi Gostivarin.